Por pyetja për mua është, për ju është, a është ky bashkëpunim i sotëm, ose komunikimi i sotëm, më thelbësor apo është sipërfaqësor? Jo, më thelbësor, jo se jo, po është është pak a shumë dëshpërues, është kthim prapa se të bjera i kufi që ishte i pakalueshëm. Po që ne e nderonim që ande duhet ta marrim edhe energjinë edhe ëndrat t'i realizojmë. Në fillim zhgënjimi erdhi gradual. Thënë, pas këtij iluzioni që nga rënja e atij muri të dy epokave, të dy sistemeve, do të jemi më afër njëri tjetrit, nuk ndodhi.